Mirë se erdhe e Baca Femi. Unë e di që ti qosh herët, s'ka nevojë me të kërku falje. Me thon fal që të qova herët anë kënej se zakonisht I kom disa musafir me leje për mbarkë mlojnë. Deri sot vinë se s'qohen herët. Jo nuk si pak më të vëndshëm. Ja për më qo herët e kem pas tradit prej babës. Po. Edhe çdo zanatli përpara edhe tash pak a shumë. Bëjshim gara kush pëtqohet ma herët me dalin qashti madhe. Pa. Ajo ka qenë traditë tonë zanatlive gati. Baca Femi, unë të falenderoj shumë që e ardhë mas parë, që I ke gjetë kohën. Falenderoj. Edhe të rrej shumë shëndet edhe kështu përdorur si djali I ri. Pak I vjetër, po pak I përdorën, po mirë. I përdorën, po mirë. Ku është sekreti kështu që pimon veten kaq I ri? Punës ja kom da. Puna. Edhe kujt kesën s'ja kom darë të mirën, po. Pra që aja dhe pak. Ideali armali mirë, krejt? Mirë, edhe ata më kanë marrë traditën teme, mu që herët me punu, edhe ata mashallah të punës. Super. Baca Femi, unë e di që ti je shumë goxha moti në këtë punë, qysh për vitin 1960, ke bjen si I ri atëherë. Atëherë 12 vjeç, 10 vjeç ja kom nisë, për çdo zanatli prej fëminis ja ka nisë për para zanat. Edhe na masi baba ka punu si sarac, edhe na 4 vllazit e kem djeg, unë që kum da këti zanatit teme sot, edhe tesa të më falë Perëndia shnetën si dana. Po besoj që diku edhe një 6-7 vjet pas kemi punu këtë zanat. Mos 60-80 po. Baca Femi, e ki prejk për herë të parë likurin si material në moshën 10-12 vjeç edhe keni marrë zanatin prej babës. Po baba prej kuj e ka marrë zanatin? Baba si 13 vjeç e kështë pas një të shëgërt të një mjeshtër I mirë, I fort, sarac edhe aj, po prej ati ka marrë si 13 vjeç ka shku edhe prej asaj kohë ka shërby bukur shumë të aj sarac, te sa u boj zoti vetës me qelë dugojnë, ka qelë mandej dugojnë vetë, edhe ati ja ka dasht punën shumë. Ja ka dasht punën shumë. Po njimi me lëkurë, sidomos, po, ka qenë I pari. Do më thonë, unë e kuptoj që ti e mora vesh, do më thonë e kuptum gjithë që ke fillu prej moshës 10-12 vjeqarë me prek likurën, me shnu me likurën, po kur e ki punu punën e parë, që më thonë rrypin e parë, që tu ka besu, më thonë, e qëta shë bone shto, a me njëherë? Jo, ja, 2-3 vjetë. Qa da, po mindë? Kom drejtu baskia ma s'parë, ma ndej me punë. Ja, 5-16 vjeç, po, te isha ku marrë vetën, me punu me lëkura, me dit me pre, ka pas mundësi si I ri mi prej gishtin vend lëkurës. Po, ma e tho gjonat e preta. A keni farloj emocioni di sot a japen, si me thonë dikur ta ka pa baba punën, me thonë, një farë, atu shato këmbo mirë. Sigurisht ku ja kom nisë me punu edhe me prodhu vetë një rëp për shemull të lëkurës, atjerë edhe baba më rike për mi kuj qysh për bëj, më korrigjojke, te sa e mora vetën edhe punisha vetë pa mbikëqyrje. Baca Femi, po më intereson zanati, për juve personalisht. Zanati, a është punë, apo është pasion, apo është mënyrë e jetesës? Çdo zanat, po se morë me qef, e se ktheve në art, ai nuk ka zanat. Do më thonë është edhe pasion edhe mënyrë e jetesës. Edhe pasion edhe mënyrë e jetesës. Ma shumë, unë gëzona kur dikush një klient, kur të vjen e merr diçka, më thotë, të lumshin dur se pas e knaqë, se sa që I marr paret. Po. Edhe e kënaqësi e madhe kur thotë që pas ke shkri, për shembull, një punë që e bëj. Duhet më qenë mas pari marakli atëherë zanatli. Definitivisht. Po a ka evolu ky zanat, Baca Femi, a ka ndryshu nëherë? Shumë. Në fillim vitet e 60 kem punu vetëm aponga I thëshin. Aponga tramocit. Po. Kem pas këtë dishim. Kemi moti kjo ka qenë vetëm aponga prej gome punëshim. Sa të mushim e prodhu. Krejt familja. Po. Madhe I vogël punëshim vetëm çat artikull. Mandeni kur duren fabrikat që prodheshin këpuce, apongat gomës,
fabrikës batës, për shembull, atëherë ra shitja, ja kthy me veshje për kuaj, për punimin e tokës. Edhe atëherë kem punu sa kem mujt. Po. Ma vonë, shumë ma vonë fillun masene ranë edhe vesha për kuaj, toka s'punohet, zhvillimi teknologjisë, punimi tokës ndryshoi, jo kamiona, jo traktora, jo san. Atëherë ra punimi tokës krejt gati, ja kemi kthy tash punime prej lëkurës, rrypat pantallëve, futrollat të ndryshme për ndërtimtari, jo me shti që kiqin e danat ato, tashëm tha, lëkurë, punime prej lëkurës. Punime jo rrypat punime për ndajher për politikan sykara me punu. Jo, alo, kërkesa kemi mjaft. Ka kërkesa, ka diçka prej tyne që kanë nevojë për këto veshje të juja. Po. Lëkurë shumë e madhe. Bash po kam qenë qit çtu ndalen një fotografi veç ta gjej që që i kom disa fotografi, po për shembull bash këto që jemi të folç tash. Këtu i kemi, jo, më falni, mirë, edhe ato, ke? Po, edhe ato, veç, që kjo për me interesën, qëto ruzat. Qëto ruzat. Këto e në dekore për kuaj, për lo, për qingja. Këto e në veç për bukuri. Disa i marrin, sidomos ruzat e ma vete për mësysh. Më smira më lopës e mësysh, për shembull. Po, ose që të shkelma. Kjo të regon çek edhe këto rrypa tjerë. Këto e në veshje për kuaj, që gati këto kanë metë si histori, si muzej, se pak shiten, shumë. Mirë po, i maj edhe këto, pse këto tradite jona që kem prodhu për para. Edhe këto tjerat. Pa. Më thonë edhe këto e në për kuaj. Krejt për kuaj. Krejt janë punë dore, komplet. Krejt punë dore. 90% punë dorë krejt. Ku je çto bacafemi? Këtu jemi në Gjirokastër. Në Gjirokastër. Në Gjirokastër që 10 vjet shkojmë panajer të Gjirokastrës. Është panajer shumë i madh. Edhe turizmat të jemi të edin në Gjirokastër sa vizitohen, që 10 vjet shkojmë si pjesëmarrës, jemi gati pjesëmarrës kryesor në Gjirokastër. Gjakova. Që 10 vite rresht. 5-6 zejtar shkojmë gati, për çdo vjet. Që edhe këto rrypa për dorë. Punime për dorë, këto janë lëkurës, krejt këto punune me dorë, thurruna. Shumë interesant. Shumë bukur këto janë. Shumë interesant që janë këto mrena. Po, të pak putuna janë, është një farë sistemi i bamjes së bistekut, i thojmë, na? Pak putje hiç. Çe këtu to bo këto për jam to kompletu një jakt të kalit. Bacafemi, kjo përveç që ku e patëm qëtu, që edhe këto tjera, edhe këtu e më për kuaj, apo? Po, krejt për kuaj, krejt veshje për kuaj, po. Që edhe këto si djali ri. Këto rrypa, pak i vjetër, pak i bajtën, pak i përdorën. Pak. Këto rrypa të pantallëve, po. Edhe fotrolla për arm, për thika. Këto e një par këpuca, ato, vitet 70 këto i kem prodhu. Këto i kumbohen tash para 10 viteve, veç me i pas si modeli viteve 70 që i kem punu. Për funik është gomë e automobilit. Wow. Pa. Si prej është lëkura. Kjo Balenciaga me t'i po t'i merë, për t'kallëzoj. Këto në atë kur kanë qenë Nike, ose... Balenciaga, po. Bacafemi, që edhe këtu të punu, edhe këtu të punu. Edhe këto janë disa çanta. Po. Që tash ja kom nis do lëkurat i kom ble, edhe në YouTube të këshyre të bo. Tu si fotroll për dokën si do fotroll? E mobilit, për mobil. Për mobil, po. Nuk kom qore pa ta bo një kontakt me Balenciagen, që ata kanë qef me bo që si modele, që si papuqa, me goma, me gjona. Pasë për mi, po dalim pak este përfaqësimi i qytetit ton, që e bëni me dignitet në përpanejër ndryshme, të marrë parasysh Gjirokastrën që përdu që 10 vite, qësh është procedura e pjesëmarrjes aty? Në 2019 ke marrë një ftesë prej Bullgarisë. Në Bullgari marrët
me një qytet shumë i vjetër, panajër ndërkombëtar. Aty ka ke marrë pjesë une, edhe Rëzdiqari. Po, Bacardi me ke marrë pjesë 2-3 ditë kem qenë aty, ka qenë panajër i hatashëm diçka. Po. Prej krejt botës. Po. Mirë, kur shkut ju aty, a thanë ata që keni ardhur prej Kosovës, prej Gjakovës, a thanë një ardhur kështu për shef t'ju? Procedura kish pas shku kështu. Bullgaria, Ministria e Bullgarisë për organizimin atij panajirit ka kërku për Ministrisë Kosovës e me na dërgu 2-3 zejtar ku e dini ju që janë Po. Ministria e Kosovës e ka vlerësu shumë zejtarinë e Gjakovës edhe na ka ofertu neve. Gjakova do më thonë si qytet i zejeve. Çtu do shta me dalë. Që ato ke marrë pjesë na se Gjakova gjithmonë ka qenë qytet i zejtarisë. I zejtarisë. Pikërisht do shta me të pyet për shkak të shpenzimeve. A ju kanë hek shpenzimet, ajo hekin krejt Bullgaria i ka hek shpenzimet. Po, Bullgaria. E këto akomodimin, aty ke shenë një qytet zë Gabrovo. Ma larë se Sofia, fantazi. Ai qytet e kish një qashi të vjetër trujt me shpirt. Me fanatizëm. Me fanatizëm. Aty për shembull një lokal që e merr një zanatli me qera e fiton drejtën. Me marrë me qera duhet me kqyr ato që mas 4 vjetë për shembull prap me konkuru edhe a fiton drejtën ajo në varet sa ka kqyr. Po. Sa ka trajtu. Aty edhe panajeri ish interesat në atë panajeri se u duke edhe me punu, nësë kemi qenë të njoftum. Po. Se gjatë panajerit edhe me punu aty. Për shembull, farkatori kish marrë kullën sa dihet. Aha, domethënë keni kanë pas mundsinë pjesëmarrës me realizu diçka. Me punu diçka. Na nuk kemi qenë të njoftum për ato, kështu që pak a shumë që ajo na pak na penalizoi neve, për ndryshe erdhen për shembull në ditën e fundit e blen një jahtë une. Po. Udhësi e panajerit aty, Rushdipës ja blevi një djep për me majtë në muzej edhe është sot asaj ditë. Po, majtë si kujtim. A ju ra me po atje në lloj zanati që nuk e keni pa ndonjëherë, ose që nuk ekziston të na për shembull. Jo, valla tona e kemi pas. Fatkeqësisht i kemi pas. Ka pas poçar, edhe poçart ditën e fundit kanë marrë pjesë kush për zavenin e parë tu punu aty. Tu e realizuar aty gjatë. Joan Çukani nuk mujti me ardh se bas ato ditë u smu edhe pse i bëm gjitha dokumentat edhe për Loanin. Loani pat një intervenim te mjeku edhe nuk mujti me ardh, se ka pas edhe ai me marr pjesën në punimet aty. Kush e fiton vendin e parë. Bacafemi, këto udhëtimet që keni jashtë këto të Bullgarisë, çto që keni në Gjirokastër kënej, a keni ndihmon dikush? Jo, akomodimin na siguron ata që Gjirokastër, normalisht. Gjirokastër. Po rruga për rrugë duhet me bë çare vet, ngasim kanë ndihmuar sa më tepër në komunë tesat na japin, që na japin edhe një minibus. Vish për transport. Ka pas rast, ka pas raste që i kem paguar na taksin, me taksi mi shku, me taksi mi ardh, me pagesën tonë. Domethënë ka komuna nuk na ka dalë nim, pse nuk e di, a disa raste na ka dalë nim. Po, vish ka pas raste ku mi shku me shpenzimet tona. Po. Vetëm me realizu shkumin. E si vjet nuk mujtë të më shku se ishte bashkë me 11 tetor dita zgjedhjeve. Po. Nësë milon zgjedhet atëherë, nuk ban masej. Pra ju keni lënë panajerin, masej ata kanë bëj gorë aty, jo. Jo, me qim pa vota. Pa vota kona. Bacafemi, për më intereson që si ka qenë dikur pazori Gjakovës për zejtarët. Qashia madhe ka qenë qashi e zejtarëve. Me fol, shur shqip gjithojnë, krejt zejtarë. Për shembull Saras na kem qenë ofër 20 viteve 80, 70, 80. Ofër 20. Vetëm Saras, le Rubaqepsa, Zhbunaxhi, Kallajxhi e gjithë farë llojesh. Qashinë e madhe ka marrë zejtaria. Edhe jo veç qashinë e madhe, por krejt Gjakovë. Edhe ekonomia e Gjakovës është marrë me tatimin e zejtarëve. Po. Prej zejtarëve kanë lindë edhe
Edhe për shembull Gjateksi. Po. Ju mbledh 2-3 zejtar rrobaçepsa kanë kriju kombinatin e rrobaçepsisë. Po. Edhe tu rritur të bëhet Gjateksi me 1000 punëtor. Po. Shembull. Po. Rekordi ka qenë 2-3 lastrazhi, po në ishin me lastra atje ajo shporeta, çka po diu në kofa, ju mbledh dhe kanë kriju kolektivin e lastrazhive por të bërë rekordi, më thënë. Domethënë, zejtaria është bazë e ekonomisë Gjakovës, ka qenë bazë e ekonomisë Gjakovës. A të kujtohet sa keni qenë, sa zejtar të likurës keni qenë atëherë edhe sa jeni tash? Atëherë jemi dalë në Saraç apo Ngazi. Po, kanë hi një. Krejt Saraç gati. Po. Me likur mandej kemi punu ma vonë. Po. Në fillim veç opinga, jakat kuar, veshje për kuaj. Varet për kërkesave. Për kërkesave. Po mje tash sa janë krejt? Tash vetëm unë. Veshti. As nuk kanë Prishtinë. Në Kosovë je veshti. Gati në Kosovë edhe në Pej. Edhe në Pej është një, aja ka kthy ma shumë me tregtimi, mirët jo patika, kpuca, çka po di unë. Kurse unë veç me lëkur komplet. Punimet për lëkurës. A kemi ndaj punim baca femi, ndaj punim që na identifikon neve si qytet? Si më thonë ç'ka bëhet veç në Gjakovë, që s'kan bo as përpara as dikur, që s'kan bo asja. Opingat kanë qenë. Opingat kanë qenë Gjakovës, Ramocit. E një fshat afër Gjakovës, Ramoc. Po. E kishin pasur është në gjithë, domethënë është Gjakovë llogaritë. Jo, edhe baba im i ndjer ka bo shalat kuale për kalerim. I vetmi. Domethënë ato kanë identifikuar. Ato identifikuar Gjakovë. Vendin ton, po. Që për shembull mas shumë vjetëve kur shihen, mu ditë që këto janë e Gjakovës. A ka ndaj patentim bazave me ndaj patentim të që me shku mi vërtetu këtë punë ministri ose dikun, që me ditë që ç'kjo është autentike e juja, e jotja, e Gjakovës. Që mos më thonë nesër dikush, jo vëllai na këto kena bo para juve, a nejsan. Unë para 10 viteve një par apongat si Tramocit, një jaht kalit, edhe një fren që i ka punu baba imi ndjerë, i kum gjetë vjetra. I ki gjetë punu në natë kohë? Mi kanë prumu me renovu, kur kum pa që di, është punimi i Gjakovës, a i Prizrenit, a i kreti njof. Ku që ka prodhu. Ato njofta që baba imi, edhe ja mora, ja dhash tre jakën edhe frenin me majt ato, e për ndryshe i kum qu në muzej. A i tregova. Po. To në prodhime edhe, që shjomar, me njëherë, me qef mi dha. Po. I kum dërzu në muzejt në Prishtinë, muzejt Kosovës. Ekzistojnë edhe shënimi aty. Shënimi kush i ka prodhu, vitin në sati ka prodhu, edhe kush pi dhëran. Aha, po. Për shembull, unë klasik. Aty janë në muzej edhe figuron se kush i ka prodhu edhe kur në prodhu. Këto dy jaka dhe freni janë në muzej. Janë tamam kokan tamam të patentune. Edhe gjyshit, një farë zimili thëshin përpara, kur dil ke gjyshin pazar me ble diçka, marrume prej Hasrit. Hasër, ato vit, domethënë gjyshim ka dek 55-shin. E ka 70-80 vjet ajo punë që ka përdor gjyshi, edhe ata kom dhuru në muzej. 1900. Qartë. Në muzejen, edhe ato kom shku që gjyshi, filoni Ismail Vesa e ka bëhet këtë, kurse ka edhoron nipi vetë Femi Vesa. Po, viti atë. Në muzej. Luan Çukani për na përshëndet, do të përshëndetje për ustojnë e zejës së Saraçit vëtsën Femi. Faleminderit. Përshëndetje edhe Fidan Strellci për na përshëndet, edhe Berat Dulauka. Faleminderit shumë të gjithëve. Vëtsën Femi, më intereson a ka interesim nga trit për me marrë dikush me marrë këtë zanat? Edi jo. Unë edhe dy djemë që nuk kom tentu, i kom dhonë zanatin me shprehin e punës. Këto e kom dhonë shprehin e punës, me punu. Shprehin e punës me përgjësi, po, përgjësi. A në zanat e kom pa që zanat i viq o ka bje, dita ditës. Po. Dita ditës. Po, a ki pas në zanës tjetër dikur, si me thonë para 30 vjetëve diçka, në nxënës tjetër. Jo. Të më thonë interesimi ka up motik. Motik ka up interesimi. Po, edhe në përgjithësi zetë fillun me ra gati gjitha. Po. Kështu që edhe rinia u tërhoq. Për ndryshe, kur
kur kanë qenë formë zanatët, s'ka pas ditë te baba e mindjerë që nuk vike prini me djalin, dhe kja parë zotën merë ma shëgyrt, viç me ne shtu më të mësillet rrugëve. Po. U le të mësojnë edhe zanatët jënë kur në formë. Po, normal. S'ka pas ditë që nuk vike, ka një spakut një prind. Amon mere, ne ishim 4 vllazë, nuk ishim shëgyrta, s'kishim nevojë. Se ka qenë interesimi edhe i rinisë atëherë në atë kohë. Po, definitivisht. Po më intereson basa femi me siguri lëkurën e ki kështu kur ta prek e dallon me sy mshel. Po. Qysh është tek është kualiteti to gjanat. Sa kohë duhet një rrypit për mu punu me dorë, sa koha duhet me trajtu një hera, qysh është procedura? Për rrypi është artikulli më i kallajshëm që punohet. Se vetëm është një maqinë me dorë që prehet, ose me po kështu si material, ai duhet mu trajtu në isan me najta, mu bo në isan aveq? Ja, lëkura blehet të azër, milimetrajën e lyp vetë, për shembull në bazë të rrypit, rrypi 4-5 mm duhet me qenë, kurse për kuleta, për këto gjanat e imta 2 mm, 3 mm, e që aty e merr veshti. Për ndryshe, ka maqina e ndarë, tash maqina është në lëkurën, e ki 5 mm, do në me nëzirë 2-3 mm me maqinë kretë. Mirë pa, ata nuk e kam unë, po e blej lëkurën hazër, që prej, do më thonë, prej gjysë ore, rrypi del hazër. Del hazër. Po më intereson, basa femi, cila pjesa ma vështirë e jotja gjatë punimit, që na nuk e dim, neve na doket, si më thonë, çka kina i sanë ma zërë? Jaka e kalit, ajo është ma e zërshme. Ajo ka drum, ka hekur, ka kasht, thickness, ka lesh, lëkura, ajo është shumë e ajo bile natje dush me u djersi të mirë te në mramje, me nxerën mramje hazër. Do më thonë për një ditë, komplet për një ditë e bona? Komplet për një javë, po. Aja veç dush mu djersi të mirë, son shumë e zërshme. Për shembull rrypi pantol dhe rrypi prejet ma kollaj, dhe në gjithet një pull, produkt ma i kallajshëm. Jaka ka qenë, ajo, tash kur të vjen në renovim në ajo, e shoh vetën thëmë, ku qëta kish ku punu në atë. Pa të e më konë ma i vogël. Ba të me për më intereson, a kone i vegël të vjetër, që haloa për dorë, për shembull që se ndronë kur, me ta prun jo ma të rej, me thonë jo, më mësu me qatë. Kom bukur do mjetet që i kom trashëgu prej babes. Do më thonë prej babes e haloj për dorë. Hala, baba i ka 40 vjetë që ka vdek. 40 që ka vdek? 40 që ka vdek. Do më thonë, hala ma herë. E kom një par gushon, ato i thëshin edhe gushon të dhenëve. Kovaci ka punu ato. Që ato nuk i ndronë? Që ato e kam ato kujtim që si ndrojë, se ato në ndarë të lufarloj gushon, e këto janë ndeshka autentike dhe qatë maqinën që e prej rrypat. Une, baca femi, qatë shumë kom shka me fol, kjena shka me fol, po bashkë për një knaqësi që halo je dhe halo punën, edhe për një knaqësi se një farforme i jajep e pasunën që ashin e vjetër, komplet edhe me basën rëshdi, edhe me diqysh jeni një vlerë qytetit tonë. Edi tash më ka hinë shpirt lëkura. Po. Më ka hinë. Bile, unë e pi kafën të fisi aty i hanë. Një ditë më tha, ade, në dërtetën në dugoj. Një ditë tha, ade marë pije me neshtë, thash, nuk muj pa i marë rrë lëkurës, muj me pi kafe. Kafe me ertë lëkurës. Me ertë lëkurës. Më ka hinë shpirt, tash edhe veç, androj qysh me bo rrypin, qysh me bo ma mirë, qysh me kështu kur shen ai herë a motivohesh për shembull e shen ai film ose a të shkojnë me njerë sytë të punimet e lëkurës në qysh jo, sidomos ka u bëjt tek ato shalet tek për kalorim me çdo punim që është me lëkurë ma tërhek vëmendjen. A mendon baza femi që janë të zhduk komplet të zanatet, a ka me ardhë në moment që kam ju ardhë edhe njëherë kam u rikthy kërkesa aty në kam u rikthy dita? Vështirë që kam u kthy. Vështirë. Mirë, po duhet me ndru. Për shembull, unë jam kthy ka rrypat e pantollëve, rrypat për të qanë punime prej lëkurës, pse e kom pa që jo kërkesa normalisht. Aty në jërab, vesha për kuaj, atëherë duhet ta më tërhesh me lyp, me kështu shka për lypet. Shka për lypet. Shka për kërkohet.
E nëse një mesazh kishe me ja për institucionet, për mbështetjen e zejtarive, çka kishe me ja thonë? Institucioneve përgjegjëse për mbështetjen e zejtarive. Për zejtar barëm qëto panajire me na motivu më shku. Ajo më bo penges për mësë më shku për shemë. Po. Edhe pse na për zgjidhim vetë, përshkojmë me mjetët tona. Bile që të barë mjë hek, se nuk është që në ka bojnë edhe ku më ditë shka nëse ju hekin kitë barë, sepse është diçka e vogël. Po, kjo është sa një vogël. Na ku të shkojmë për shemë në Gjirokastër. Po. Flamur Gulemi, kryetari i bashkisë Gjirokastës, mas pari vjen te na Hade Gjakov, ku jeni Gjakov fotografohet me ne. Do thonë ju e përfaqësoni qytetin, jo vetëm e Gjakov. Jo. Kur del aty nuk ka më aty Femi Bejsa, aty është Gjakov. Hade Femi ose Hade Saraç, Hade Djepaxhi, thot Hade Gjakov. Pikërisht. Domethënë Gjakov. Por me thon Hade Gjakov duhet me shku institucionalisht. Çat. Edhe duhet me shku me dinitet aty, jo me shku me hongër bukë djath. Me ne organizatori na ka marrë të nesërmen që nuk shumën panajisht, tash me 12 më ka marrë në telefon, tha për që themi shka u bo, tha na akomodimin e gjitha i rregullum, që na bisedoj me ta vazhdimisht kur për mahat, a i bom, na bojnë ata kërkesën e i tregova që për shkak të zgjedhjeve nuk shkum. Po. Atëherë me se me njerë mongi aty Gjakova. Edhe kur të shkojmë është të shkruan aty Gjakova 5-6 shtande që jemi, na? Shumë Gjakova. Shumë knasi, sa themi për juve politikanë dhe për juve institucione ngoni mirë, e vlerësoni sepse edhe janë pak, edhe panajire nuk ka ku me ditë sa shumë, kështu që nëse e përpjestoni për shpenzimet që ju i bëni vet, i bjen që veç një 3 ditë ju më dhajt pa hungër, dreka edhe në rregull. Këta shkojnë këtë vitin. Me ramanën panajirën në Bullgari atje, Gabrova që kemë qenë, flamuri Kosovës ka qenë shtadën tona, temin edhe të Rushdis. Flamuri Kosovës, do më thonë na kemë përfasu, përveç Gjakovës e kemë përfasu edhe Kosovën. Flamuri Kosovës. Unë e kuptoj saktësisht çka do më thonë kjo, edhe di sakt edhe të falenderoj shumë për këtë punën që e bën, edhe të falenderoj shumë që erdhe sot me mua. Faleminderit për ftesë, e ju dëshiroj suksese. Zdo të mirë. I madhje. Faleminderit. Edhe më i madhje. Faleminderit shumë. Mirëmëngjes këtë vet. Mirëmëngjesi. Muzikë. Ama mirë këtu, a atje.